atër. Ajo është Suela Bako. Por në studio kam mbritur Belind Kılliçi. Belo, përshëndetje, mirë se erdhe. Duhet thënë që e çmoj jo vetëm dëshirën tënde dhe faktin që ti bën një punë politike interesante si individ, por kam një përshtypje që ke dhe traction, pra tërheqje në komunikimin publik. Tani, faleminderit, komplimenti thon nga Adi Krasa, falenderoj shumë. Është më shumë një konstatim. Falenderoj shumë. Dua të pyes fillimisht për raportin e EBS, një raport i pritur me shumë kujdes, një raport për të cilin ekzistonte frika që nuk do të vendosej, pra do të sterilizohej, lije jashtë dhe kurohej me shumë kujdes ngjarja më sensacionale e diskutuar në Shqipëri, ajo e zëvendës kryeministres zonjës Balluku, por në fakt ajo ka qenë pjesë, bile raporti ka identifikuar plot 92 boshllëqe. Dhe ndërkohë konsiderohet që zonja Balluku apo ngjarja e lidhur me të, për sjellja politiko-juridike, ka vulosur qëndrimin për i barin, i cili është ngrirë, dhe gjithashtu Shqipërisi janë kërkuar shumë më shumë gjëra. Në këtë rast lexohet qeveria përpiqet ta lexojë ndryshe, opozita përpiqet ta lexojë ndryshe. Si mund ta bindim ne edhe popullin e majt të Edi Ramës, për dhe popullin opozitar në Shqipëri, që ndoshta nuk duhet të gëzohemi që BE-ja ka bërë këtë raport në një kuptim sepse e shan Shqipërinë, po nga ana tjetër, nëse nuk do të kishte identifikuar këto 92 boshllëqe të tmerrshme, prap do të kishim patur ne mbi kurizin ton pasoja, no? Këto janë 92 nën kushte. Pra, që në një kuptim të thjeshtë për qytetarin që na ndjek, do të thonë që kritere për të plotësuar apo piketa të rëndësishme në atë raportin e ndërmjetëm të i-barit, që shteti shqiptar, se ky nuk ka të bëjë me Partinë Socialiste, pra se këta mundohen ta shpalosin sikur është një arritje e Partisë Socialiste, apo ky është një proces vetëm me një shinë në cilën ecën vetëm Partia Socialiste. Jo, ecën shteti shqiptar, ecën Kuvendi i Shqipërisë, ecën qeveria, po mbi gjitha shoqëria shqiptare. Dhe aty ka linja paralele për të gjitha grupet e interesit dhe për gjithë qytetarët. Dhe për të thënë këtë, mua më vjen mirë që ju nisim me këtë çështje, e cila ka qenë debatuar ditën e djeshme në Komisionin e Marrëdhënieve me Jashtë, ku ka ardhur ministri i Jashtëm për të raportuar për i-barin, që në fakt është kthyer në mollën e sherrit dhe debatit për shumë vende anëtare të Bashkimit Evropian. Tani të gjitha janë të ndërlidhura edhe me qëndrimet që mbajnë partitë tona si motra, qoftë edhe në vizitën e fundit që ne patëm në Zagreb, me delegacionin që kryesoi nga zoti Berisha, ku nuk ka vlerë vetëm pjesa formale dhe protokollare që zoti Berisha për herë të parë në 5 vite ju rezervua një takim me protokoll kryeministror, shtetëror, u prit nga kryeministri i Kroacisë me delegacionin e tij dhe zoti Berisha me delegacionin e tij, u prit nga drejtuesi i organizatës më të madhe botërore të partive të qendrës djathtë dhe djathta, që është ish kryeministri i Kanadas, Stefan Harper, kryeministri 22, është pritur në takim nga ministri i jashtëm i Maqedonisë Veriut, në takim bilateral, e shumë autoritete dhe personalitetet politikës botërore djathta. Pse është kjo e rëndësishme? Sepse pjesë e kësaj organizate, që janë 65 shtete, janë 84 parti politike që janë parti si motrat PD-s. Pse ka kjo vlerë? Sepse në Bashkimin Evropian këto parti dhe organizata tona si motra drejtojnë gjysmën e qeverive të Bashkimit Evropian. Pse ka kjo prap vlerë? Sepse brenda këtyre 13 shteteve prin Gjermania, ku Kristian-Demokratët e CDU-s, të kancelarit Merz, janë antar dhe ato reflektojnë dhe qëndrimet e shteteve tyre. Pra qëndrimi që mbahet në atë rezolutë në IDU-s, që e mori PD-ja ditën e diel, që është e teta, që ne anatemohemi, sulmohemi, thonë gjithkohon që këto s'kan asnjë vlerë, nuk kuptojnë qytetarët apo edhe sulmi mediatik që i bëhet PD-s, që ato rezolutat që ne marrim, që denoncohen vjedhja e zgjedhjeve, që denoncohet krimi organizuar, që denoncohet problemi në reformën drejtësi dhe keqpërdorimi i drejtësisë për të goditur kundërshtarin, që denoncohet cënimi i sigurisë kombëtare të Shqipërisë, që denoncohen të gjitha ato me fakte akuza që bën dhe PD-ja, reflektohen në qëndrimet zyrtare që mbajnë shtetet dhe qeverit e këtyre partive tona aleate kryesuar nga Gjermania. Dhe çfarë ka ndodhur? Një lloj si vitën parë, kur po ta mbani mend, rreth 7 vitën parë, qeveria gjermane, Bundestagu gjerman vendosi 9 kushte shtesë për Shqipërinë për të vazhduar me procesin e negociatave dhe të integrimit evropian. Një lloj në këtë moment ne jemi në një fazë stagnacioni, stalling, që kemi mbetur në procesin e i-barit dhe në procesin e integrimit. Pse? Janë shtuar kushtet. Përse?
Rasti Balluku shkelqen mes gjithave. Kreu i Komisionit Marrëdhënieve me Jashtë Parlamentit Evropian, David McAllister, që një herë është përfaqësuesi gjermanëve dhe eurodeputet, e tha në mes të Tiranës para 2 muajsh që rasti Balluku është test kritik për qeverinë shqiptare. Qëndroj vetëm pak këtu. Të krijohet një përshtypje sikur ngjarja duat i lidh që ta kuptojnë qytetarët, duat bëj një lidhje që të jetë sa më keq po dhe e kuptueshme. E mirë, kuptoj totalisht dhe nga pikpamja editoriale kam një ndjesi të brendshme që natyrshëm lidhen në këtë formë gjërat për të dhënë një lloj shpjegimi panoramës përgjithshme, po unë do të kisha dashur për publikun të jetë dritë një situate shumë interesante kur për ngjarje të tilla të mëdha ose të vogla, por të rëndësishme për demokracinë në një vend, ka kundërshti në të gjitha nivelet. Fjala vjen, europarlamentari McAllister, nga që ishte në Tiranë, dëgjonte me vëmendje, shkruante në atë bllokun e vet dhe kuptonte situatën, ka mbështetur shumë vendosjen e këtyre çështjeve të rëndësishme në raport. Ndërsa për shembull Schieder, europarlamentari austriak, që do ishte ndoshta i interesuar që ti sterilizonte, ti krefte, ti krasiste disa, po ideja është pra që edhe pavarësisht nga qasja e Gonzatos personalisht, apo e dikuj tjetër në Bashkimin Evropian, apo më gjërë, çështjet kokforta në lidhje me deformacionin e sistemit drejtësisë dhe në raport me korrupsionin, peshën e madhe që ka mbi jetën e vendit qeverisja me bandat dhe krimin e organizuar. E të gjitha problemat e tjera nuk kanë mundur do të qëndrojnë jashtë këtij raporti. Po se nuk mund të qëndrojnë dhe ajo... Dhe jo se ka qenë lehtë, pra është ideja. Jo, as bëhet fjalë, lobimi i kryeministrit për ta sterilizuar atë raport, për ta pastruar, për ta krahasitur nga gjithë ato problematika, është i jashtëzakonshëm. Mos harroni që në komisionere për zgjerimin është Marta Kos. Është ajo që 3 muaj më parë erdhi në Tiranë dhe tha në Shqipëri janë mbajtur zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe ku për herë të parë delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë reagoi në mënyrë të menjëhershme brenda 1 ore duke hedhur poshtë deklaratën e komisionerës. Pra, po flasim për njerëz të lobuar drejt për drejt nga qeveria e Edi Ramës, nga Edi Rama personalisht, por dhe nga interesat përbashkëta të Ramës me le të themi internacionale socialiste apo me linjën e tij politike. Por nuk e kanë dalë dot për shkak se skandalet në Shqipëri janë të jashtëzakonshme. Ne duke qenë se kemi hapur dhe raporti i Barit duhet të sqarojë diçka. Raporti i Barit prek çështjet themelore, grup kapitulli numër 1 që ne kemi hapur dhe që e mbulon kryesisht është grup kapitulli i parë që hapet dhe i fundit që mbyllet, prek çështjet kryesore që kanë bëjë me i Barin, që kanë shtetin e së drejtës, demokracinë funksionale, pavarësinë e gjyqësorit, prokurimet publike, të drejtat themelore të qytetarëve dhe që drejt për drejt preken dhe janë abuzuar si në rastin e Ballukut dhe si në rastin e dosjes Akshit, pra janë 2 raste që nuk kanë mbetur dot jashtë këtij procesi sepse janë flagrante. Rasti i zonjës Ballukut, se tani paradoksi më i madh në Shqipëri është ky, ke një mazhorancë dhe kjo ka ndodhur dje me Taulan Ballën në parlament, që krenohet për reformën drejtësi, merr autorsinë dhe thotë ne jemi krenar të reformës në drejtësi, kemi prodhuar një drejtësi të pavarur, dhe ndërkohë kur të vjen Brukseli në mes të Tiranës, të ngulet dhe të thotë rasti Ballukut, imuniteti i zonjës Balluku është testi kritik për Shqipërinë, për integrimin e Shqipërisë, këta bunkerizojnë parlamentin me 82 vota, votojnë kundër kërkesës për të hequr imunitetin prokurorisë posaçme dhe dalin prapë dhe thonë që ne kemi drejtësi të pavarur dhe ne po ndihmojmë drejtësinë. Ndërkohë i dalin kundër drejt për drejt Brukselit. Ai paralajmërim që ka bërë David McAllister në Tiranë është i paprecedent 36 vjet. Nuk ka ndodhur kurrë që një zyrtar kaq i lartë, kreu i komisionit të jashtëm në Parlamentin Evropian, të vidhet të flas troç, nuk ka si flet më troç se çfarë thot. Dhe refuzimi që i është bërë nga Edi Rama ka qenë po ashtu troç. Brenda një jave me 82 vota votoi kundër. Dhe nuk ka se si të rinte jashtë këtij raporti dhe jashtë këtij qëndrimi nga Parlamenti Evropian, kjo ndodhi, kjo ngjarje, sepse është e paprecedent në Europë. Na e kanë përmendur në çdo takim që kemi qenë në Zagreb, në samitin e IDU-s, çështja Balluku ka qenë çështje kryesore, përfshi dhe panelin të them një gjë. Vizita e zotit Berisha nuk ishte e jashtëzakonshme. Shko më fal, shkoj të pi një kafe unë dhe kur e fundit, 3 sekonda. Kur ta mbarosh ti ditë. Jo, vetëm e fundit. Vetëm për shkakun se ju rezervua një protokoll kryeministror. Po të kisha qenë unë kaq i ngarkuar politikisht sa që jeni ju dhe e kuptoj këtë.
unë do kisha bërë puf, domethënë, do kisha plasur. Po jo, duhet të kuptosh vjetë nga një komplimente për përmbajtje. Nga një seancë eci 2 orë në njësi numër 5, duke shpërndar flet palosi, duke tritur qytetarët në protestë dhe vije dhe i karikuar pamdap kur i tonë edhe me energjinë e qytetarëve. Me që qëndrojmë edhe pak. Mos e harroj këtë një moment. Paneli kryesor të tente tjetrën i këtij samitit më të rëndësishëm botëror partive djata ishte për Ballkanin Perëndimor. Një ndër 4 folësit kryesorë të Ballkanit Perëndimor ishte zoti Berisha dhe edhe në këto diskutime dhe në pyetje aty, edhe në panele diskutoi rasti Balluku. Përpara se të shkruajnë portalet të lidhura ngushtë me qeverisin që ndoshta zoti Berisha nuk i lan kohën e dur, ja lan kohën e dur, ja. Jo, do thonë që e nxorën nuk ishte Berisha, ishte Sozi etj, fajin e Kasaliu, po ne e dim. Fajin e Kasaliu për Saliu. Fajin e për Saliu, patjetër ne këto i dim, po e drejta vonon, po nuk harron. Do me thënë, ne jemi në një si e shumë arsye tjera që besoj do t'i shohim në ditët dhe javët në vijim. Por, e drejta shkon në fund dhe ja del të triumfoj, sepse është e pamohueshme në rastin e Shqipërisë. Rasti dosjes së Akshit, shoqëruar me Ballukun, po dosja e Akshit, ku janë marrë peng biznesmen, ku personi që raportonte dje në komisionin e jashtëm, është në konflikt interesit pastër ministri i jashtëm se ka familjarin e tij drejt për drejt të hetuar dhe nën hetim nga Spaku si pjesë e një grupi strukturuar kriminal brenda Akshit, brenda qeverisë. Po të kishim që në një vend demokratik. Po të kishim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sekretari i jashtëm që mund të kishte patur motrën ose vllajin në një çështje të lidhur në një hetim të brendshëm, do kishte thënë ky është vend i lirë. Ai hetohet, unë bëj punën time, po Shqipëria është komplekse dhe ngarkuar. Vetë se je komplekse dhe je 1/200 e Amerikës, edhe qoftë numër popullate, po edhe në jo, po dhe situata është komplekse, është e ngarkuar, shifen gjërat me lup, ka një vështirësi. Nuk ka kur raporton sekretari i shtetit amerikan, nuk ka kur raporton për ecurinë e institucioneve të SBA-s, apo për zbatimin e shtetit të drejtës në SBA, apo për reformat që ndjek shteti amerikan. Se ka institucionet konsoliduara dhe në fund ditës përgjegjësia është personale. Por kur ti je autoriteti që raporton para Komisionit Evropian, para autoriteteve europiane në mënyrë periodike për ecurinë e të gjitha reformave të vendit tënd, po mbi të gjitha të institucioneve drejtësisë dhe ti ke këtë lloj konflikti interesi, më vjen keq, por kjo nuk ndodh. Është një konflikt shumë i fortë etik. Përpara se të flasim për s'është sulm personal, siç trajtohet. Zero. E kuptoj. Përpara se të flasim pak për që është shumë e rëndësishme data 23 maj për zgjedhjen e kryetarit dhe të instancave të tjera të rëndësishme të një partisë kryesore opozitare me jashtëzakonisht rëndësi për momentin, do të bëj ty një pyetje sepse kam ndjerë dhe është kuptuar në përgjithësi nga të gjithë, nga miq dhe armiq tuaj, që ti vazhdon të kesh një ndjeshmëri të lartë dhe të merresh bashkë me kolegë të tjerë, padyshim, kalaja e të tjerët, secili ka bërë punë, prapa akoma me monitorimin ose ndoshta komunikimin, mbase bashkëpunimin me Spaku në raport me çështjet kryesore. Nga ajo që të rezulton, sepse Spaku do duhet të kishte folës publik, po dhe vetë kryetari Spakut duhet ta kuptoj që hermetizimi i bën dëm institucionit dhe atij vet. Ata duhet gjejnë një mënyrë të komunikojnë publik, nuk komentohen proceset, por ama vijat kryesore komentohen dhe je i detyruar të japësh shpjegime. Sigurisht. Në këtë rast, pyetja ime për ty është, sipas asaj që ti konstaton, Belind, mekanizmi që ka filluar të punoj me ngadalë, por të punoj atje brenda, mes kundërshtive, kundërthënieve dhe pyetjeve dilematike. Po vazhdon të punoj apo është bllokuar? Në djenin time se këtu flasim për informacione informale, se formale dhe zyrtare nuk mund t'ja u them, që mos pretendoj. Vijon të punoj dhe të vajisët ai mekanizëm dhe vijon të ketë edhe një lloj shprese që dy dosje shumë të rëndësishme, siç është rasti Balluku dhe rasti i dosjes Akshit, që është flagrante, do të kenë hetim thelluar dhe do të shkohet deri në fund të këtyre dosjeve, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë çojnë në fundin e kësaj qeverie dhe rënien e Edi Ramës. Le ta supozojmë një moment për një arsye të caktuar dhe për motive komplet të pashpjegueshme për ne tani, Spaku apo segmentet të tij mund të vendos në një situatë hipotetike ta fsheh, ta ngadalsoj, ta tjetërsoj, ta çojë në një kohë tjetër për t'i dhënë kryeministrit kohë, ta supozojmë. Ju do të vazhdoni presionin? Në mënyrë të padiskutueshme presion pozitiv të përditshëm në media, në terren, në protesta,
në institucionet ndërkombëtare, në institucionet e vendit tonë. Në raport i jepej një këshill shumë interesante opozitës që duhet të bëj domosdoshmërisht protesta paqësore. Kjo nënkupton Belindi, jo Flakadan, jo Molotov, jo dhunë. Të më thënë, vetëm dalje dhe deklarim i paknaqësive dhe mundësisht duhet jetu një formë kreativiteti që jam i bindur të gjeni. Po në këtë, por ama ju e keni marrë në konsiderat seriozisht që mos ketë teprime në protest, apo jo? Jo, kjo nuk ka të bëjë me çështjen e organizimit ton si PD. Ne si PD, pa diskutim, për herë kemi pjesën e imazhit, e komunikimit, e pankartave, e mesazheve në gjuhë huaj shpeshherë edhe në shqip. Por pjesa e revoltës të mirë vendosura kanë qenë. Qoftë të rinjve, qoftë të qytetarëve, kjo është një pjesë tjetër që ecën në protestë nuk kontrollohet nga Partia Demokratike dhe ka një zemrim dhe shpërthim zemratës qytetarëve që shpesh në pjesën dërmuese të rasteve nuk ka pik impakti nga PD-ja. S'ka lidhje me PD-n. Duke patur parasysh që të gjitha palët ndiqen me kujdes, do ishit ju të predispozuar që ju nuk e shihni atë segment sepse është segment popullor që ka nervozizmin e vet, po nëse do të jeni të detyruar me qëllim që të merrni një 10 ndaj vëmendjes europiane, do t'i kishit të njerëzit tuaj, Shiko, po ju në çdo moment keni duke nisur, po ta marrën ty se po të shohësh raportet apo po të shohësh sulmi mediatik që bëhet, njeriu më revolucionar në PD dhe më agresiv sipas këtyre raporteve apo dhe fake newseve që dërgohen është zoti Berisha vet. Po ti ke çdo ditë zotin Berisha që del në deklaratë dhe thotë bën thirrje për protestë paqësore, për revolt paqësore, bën thirrje për mosbindje civile dhe bën thirrje gjatë gjithë kohës që të mos cënohet asnjë efektiv policie, asnjë institucion dhe askush tjetër. Dhe duke nisur nga zoti Berisha në mënyrë piramidale, çdo funksionar i Partisë Demokratike bën të njëjtat thirrje. Tani po të jetë për bazën e Partisë Demokratike dhe po të jetë për bazën e militantëve, aty ishte vënë flaka me kokë kryeministrisë. Këtë ta garantoj unë. Por është pikërisht Partia Demokratike, kreu i saj dhe drejtuesit e saj që i qëndrojnë krejt në koherencë të plot qëndrimeve dhe kërkesave të europianëve dhe nga ana tjetër, patjetër ja kanë dalë që me protestat që kemi zhvilluar dhe gjej rastin këtu të ftoj gjithë qytetarët që na ndjekin ditën e premte datë 8 maj në protestë në radhës para kryeministrisë në orën 19, ja kemi dalë të jemi lajm botror. Nuk ka asnjë media në SBA, në Mbretërinë e Bashkuar, në Europë, Times of India, në Kanada e kudo që nuk e kanë patur protestën e Partisë Demokratike lajm dite kur ka ndodhur. Dua të bëj një pyetje tani për Saliun, me që u diskutua atë që ka fajin e ka apo se ka, është një gjë tjetër. Tani, Doktor Berisha nuk ka qenë në pushtet që nga viti 2013. Partia Demokratike ka kaluar disa si me thënë dinamika shumë interesante me rreziqe ekzistenciale për atë vetë dhe për opozitarizmin në Shqipëri, në rrethanat kur blerja e influencave, lufta e qeverisë bashkë me median përgjegjëse, ata që kanë menduar që do duhet të ishin prezencë, të bënin një lloj prezence në këtë shtypje të madhe antidemokratike, ka rezultuar kjo për vendin. Pra, nëse do mund ta themi kështu, që ta ndërtoj unë kështu pyetjen time. Nëse unë do kisha zgjedhur me fuqinë time individuale si një master of ceremony, kush është njeriu që e shkallon kryeministrin e nxjerr nga FIA, apo ja di gjërat, apo mund ta kundërshtoj fort, mund ta mbaj të bashkuar partinë e vet, që ta çoj deri në fund, pavarësisht nga prote kundrat që kanë përgjithsisht gjërat në këtë botë, është doktor Berisha. Në këtë rast mendoj, është e vërtet që organet e brendshme të Partisë Demokratike e kanë kaluar atë sensin e turpit të primareve dhe ka marrë një vendim pragmatik që Berisha të bëhet kryetar në zgjedhjet e ardhshme? Sepse cili ka qenë Çfarë thjesht ta jap unë përgjigjen. Ke shumë të drejtë për këtë, prapë edhe këtu fajin Saliu ka ai që i vjen hakut i pari kryeministrit Ramës. Kështu që thën këtë, sot ne kemi patur një mbledhje kryesie të Partisë Demokratike në orën 13 ku është marrë një vendim në mënyrë unanime nga kryesia. Po sot në orën 13 ka qenë mbledhja, rreth orës 14:30 ka përfunduar mbledhja. Madje që është zhvilluar kur ka qenë rend e ditës pika e diskutimit për kandidaturat, kriteret dhe raportimin e Komisionit të Zgjedhjeve brenda PD-s
për kandidaturat, zoti Berisha, duke qenë se është në konflikt interesi, ka lënë mbledhjen dhe është larguar, sepse është në konflikt interesi, duke qenë se është vetë kandidat. Dhe në mënyrë unanime është vendosur që kriteret për të garuar për një pozicion kaq të lartë, sa është kreu i PD-s, automatikisht kreu i opozitës dhe i partisë më të madhe opozitare në vend, është zoti Berisha dhe i përmbush kushtet vetëm zoti Berisha. Pra, është vendosur ditën e sotme që do të shkohet drejt një referendumi në datë 23 për të votuar po apo jo në të drejtim Partinë Demokratike. Dhe kjo është fare thjesht. Më lër të t'jap disa shembuj. Në Partinë Popullore Europiane, që është grupimi më i madh politik në Parlamentin Evropian, nga ku ne na burojnë gjithë direktivat, nga ku na vijnë gjithë rekomandimet, gjithë këshillat dhe bëhet monitorimi i Shqipërisë, lejoni t'ju them se Manfred Weber, kreu aktual, ka marrë mandatin e dytë pa garë. Është rikonfirmuar një zëri nga gjithë partitë aleate, është dakordsuar, pra ka deal politik të gjithë faktorëve dhe aktorëve, dhe thuhet që ne do të ecim në këtë drejtim dhe i takon kreut të zgjedhën pas dhe gjithë ekipin. Se vetëm në Shqipëri a di ndodh dhe kjo, që mua më bën përshtypje dhe këtu pasaj vetëm PD-ja e bën këtë dhe këtu kam një lloj kritike edhe për vetë forcën time politike ku jam, që kreu i partisë zgjidhet me një antar një vot, pra i jepet votbesim absolut nga antarësia e partisë dhe pastaj antarësia i zgjedh edhe organet drejtuese, i zgjedh dhe kandidatët për deputet, dhe kandidatët për kryetar bashkie, edhe ekipin që ai do punojë. Po ku ke parë ti që trajnerit të një ekipi ti zgjedhin tifozët se këto fusin fush, se praktikisht e di trajneri. E kuptova, vetëm se Belindi, kur ke votime me një antar një vot. Aty brenda kam një shpresë që dikush ka artikuluar që në rrethanat aktuale të segmentit të fundit dhe të situatës demokratike të monitorueshme nga Bashkimi Evropian dhe pra ky në këtë rast apo kam përshtypje, jo? Adi, zoti Berisha ja doli së bashku me gjithë PD-n, se nuk është vetëm zoti Berisha, këtu të jam korrekt, që në harkun kohor të më pak se një viti, jemi pak ditë para 11 majit, ku bëhet një vit nga farsa elektorale datës 11, ta faktoi katërcipërisht atë që ai ka pretenduar dhe gjithë ne kemi pretenduar, që 11 maj ka qenë një farsë elektorale. Nëse në 11 maj të vitit kaluar do të kishte patur zgjedhje dhe zoti Berisha do të kishte humbur për shkak të programit dobët, ekipit dobët dhe të një procesi elektoral të ndershëm, sigurisht përgjegjësia do të ishte mbi të drejt për drejt dhe do të ishim në një tjetër raport diskutimi sot edhe bashk. Por duke qenë se është faktuar me raportin e OSBE Odirit që i ka hedhur në erë zgjedhjet, që ka thënë që është bërë linja ndarëse midis shtetit. Po jo vetëm kaq. Administratës publike dhe partisë. Jo vetëm kaq, nga analistët që e ndjekin zhvillimet në partitë opozitare për shkak të situatës në cilën gjendet Shqipëria, pra qeverisja nuk bën një qeverisje kalorsiake, bën një qeverisje skuthe e problematike në këto rrethana. Në çdo kandidaturë tjetër më lër ta përfundoj. Pra është një rrugtim që kishte rezultuar me 3 PD. Mos më shumë, por të rrim ke thelbi. Pra, zoti Berisha si kryetar PD-je, pas 11 majit deklaroi vjedhjen e zgjedhjeve. Dhe të gjithë ne bashkë, edhe unë jam deputet dhe jam antar kryesie, kemi thënë në kor që nuk ka patur zgjedhje 11 maj. Për një vit me radhë, më pak se një vit, ka dalë raporti final i OSBE Odirit, për 3 muaj me radhë janë denoncuar me qindra e qindra parregullsi dhe manipulime të procesit zgjedhor dhe ke 8 rezoluta të partive më të mëdha të qendrës djathtë, qendrës dhe të djathta në botë që denoncojnë vjedhjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Dhe kjo i jep kartën morale sipërore zotit Berisha dhe ekipit Partisë Demokratike për të vijuar për të udhëhequr betejën derisa të ketë zgjedhje. Sepse nëse do të kishim patur zgjedhje, do të ishte një histori tjetër. Por kur dhe para 3 ditësh në forumin e IDU-s të del rezoluta e fundit që thotë që në Shqipëri nuk ka zgjedhje dhe është bërë thirrje publike drejtuar qeverisë shqiptare për të mbajtur zgjedhje lira dhe ndershme në Shqipëri dhe për të krijuar një qeveri teknike që garanton zgjedhjet, kur ty të flasin partitë më të mëdha të Europës dhe qeveritë kryesore të Europës, duke nisur nga ajo Gjermania dhe të gjithë aleatët e PD-s, me gjuhën që flet dhe PD-ja, atëherë më vjen keq, por kjo kaos qëndron. Dhe zoti Berisha ka kredon morale dhe kapitalin moral politik për të vijuar këtë betejë dhe të vijuar rrugtimin e tij. Me datë 23 që sqarojmë qytetarët, zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike. Në datë 30 maj zhvillohet kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, nga ku do të dalë orientimi politik i Partisë Demokratike në vijim.
qëndrimi politik që do të mbahet, jo vetëm për zgjedhjet që kaluan, për zgjedhjet që vijnë lokale, për zgjedhjet e përgjithshme, por mbi gjitha për atë qëllim që ne kemi zgjedhjet e parakohshme dhe qeverinë teknike, dhe pa diskutim del trupa e re e Këshillit Kombëtar. 10 ditë apo 2 javë më pas do të zgjidhen dhe organet më të larta drejtuese të Partisë Demokratike, që do të thotë kryesia, sekretariatet, departamentet, nënkryetare dhe sekretari i përgjithshëm. Okay. Dhe në javën e 2 të qershorit qepet e gjithë struktura finale e Partisë Demokratike, i gjithë ekipi. Duhet të bëj një pyetje në përfundim, një pyetje e karakterit hipotetik. Tani gazetarët me dinjitet dhe me peshë e respektojnë marrëveshjen off record. Të më thënë, ti mund të kesh dëgjuar, mund të kesh informacione klasifikuara, po nëse ke thënë që ato nuk përmenden, por duhet të ndërtoj një pyetje hipotetike. Po. Në këto luftrat, jo vetëm luftrat politike për sukses, po dhe në luftrat individuale për sukses, në luftrat individuale për çfarë përpara, individuale, në fusha të caktuara të jetës. Njeriu duhet të jetë i talentuar, duhet të jetë i ndershëm, por duhet të ketë padyshim dhe fat. Në këtë sens, mendon që ekziston mundësia sado e vogël që mund të ketë ngjarje interesante në dukje të jashtme, si me thënë, është dinamika interesante e momentit, është për të bërë një pyetje e madhe kineze, Belo, që mund të krijojë një energji të re, shumë të veçantë në raport me Zotin Berisha, apo me PD-n, apo me opozitarizmin, në këtë moment shumë preciz të luftës politike në Shqipëri. Me që më përmend edhe fatin, do të përmend një nga shprehjet e mia të preferuara. Fate always favors the prepared one. Fati për herë përkra apo i buzëqesh të përgatiturit. Besoj që po. Ja ka bërë hizmetin dhe është përgatitur dhe ka bërë një luftë sfilitse Partia Demokratike, Zoti Berisha në krye, për t'i buzëqeshur dhe fati, një moment pse jo shumë të afërt, por dhe për të shkuar e drejta në vend. Kështu që unë jam i bindur që dhe këto zhvillime do të vinë. Por duke qenë se ju e dini më mirë se unë që jeni gazetar, që çfarë flitet off record nuk është mirë që flitet on record, më lejoni që efektin e surprizave dhe zhvillimeve pozitive t'ja lëm demokratëve në radhpar, se i takon atyre kjo pjesë, i takon qendrestarëve, i takon Partisë Demokratike dhe më pas i takon gjithë popullit që kërkon një ndryshim dhe rotacion politik në Shqipëri që pamundsohet nga krimi. Patjetër që po, por ne mbetemi ke agjenda jonë. Pra ne kemi bërë hizmetin dhe kemi faktuar katërcipërisht të gjitha qëndrimet që kemi patur në këto 5 vite që kur Zoti Berisha nisi aksionin e tij për rithemelimin e Partisë Demokratike nga muaji shtator i vitit 2021, kemi patur të drejtën në anën tonë dhe historia ka treguar që për të gjitha qëndrimet tona ne kemi patur të vërtetën me vete dhe kemi qenë të vërtet. Besoj se ajo e vërtet do të buzëqesh shumë shpejt deri në fund dhe do t'i pri një ndryshimi që e presin gjithë qytetarët shqiptarë. Bero, të falenderoj me gjithë zemër, të çmoj që ti vjen në program, jam shumë i kënaqur dhe do shifemi prapë se do ketë zhvillime interesante. Faleminderit shumë. Dua të qëndroj të dashur televizionistë me ju për një ngjarje të veçantë, është vërtet e veçantë.